Përshëndetje. Ja si e përgatisim sapunin me kamomilë. Përziejmë masat e vajrave natyral. Shtojmë sodën kaustike në çajin e kamomilit ose të ujit të distiluar. I trazojmë mirë, pastaj hedhim vajin esencial. I trazojmë prapë derisa masa të trashet. Shtojmë kamomilin e thatë. Mbas përzierjes, më në fund të marrim dhe hedhim në forma. I lëv aty për 24 deri në 48 orë. Pastaj nxjerrim dhe i lëm të thahen në vend në ambient. Të thahen për rreth 40 ditë. Më mbas sapuni është i gatshëm që të përdoret. Përdoret për lëkurat e thata, i jep një ushqim shumë të mirë dhe